Prokurorët e Spakut me të kaluar të pisët, të emëruar nga OPG në prokuror nga politika dhe me lidhje familjare me botën e krimit, që kanë kaluar vettingun me dyshime të mëdha të ndërhyrjes së pushtetit dhe bandave në përburgje. Në nivelin profesional dhe integritetin moral, mund të thuhet pa frikë sot se nga 400 prokurorë që ka pasur Shqipëria, këta janë të renditur pas numrit 380, një dështim total në punën e tyre, duke u sjell shumë me standarde të ndryshme për fenomene të njëjta, por për persona të ndryshëm. Një tufë dhjaksash pa shtyllë kurrizore që nuk guxojnë të belbëzojnë një fjalë për akuzat publike për pasurimin e tyre dhe për shoqëri nga bota e llumit të biznesit apo lidhjet me botën e krimit. Një institucion që nuk i dha kurrë asnjë përgjigje me vepra hetimeve të çështjeve të bujshme të 35 viteve të mirë të demokracisë dhe që nuk ka dënuar përfundimisht pas 6 vjetësh asnjë hajdut nga politika. Kurrë nuk guxuan të hetojnë gjyqtare prokuror edhe brenda vetes që rezultojnë në përbisedat e telefonave BQ, Sky etc. apo të implikuar në afera si ajo e Toyota Yaris. Hajde të rrini edhe 3 vjet aty si skuth, të pështirë, të pisët e pa dinjitet, se moral nuk keni pasur kurrë, me rroga nga 100.000 euro në vit, me roje e makina pas bythës dhe krisni bythën që rohuni nga sytkëmbët, njerëz të pështirë, megaloman, debil, që ju duket vetja sikur kishit në dorë ajrin për të marrë frymë çdo qytetari shqiptar.